Banorët e fshatit Suknji në bashkinë Roskovec po përballen me vështirësi të mëdha ekonomike për shkak të çmimit të ulët, 76 lek për litër, me të cilin fabrikat blejnë qumshtin. Si pasojë, shumë prej tyre po mbyllin stallat dhe po shesin bagtit, pasi aktiviteti nuk është më i qëndrueshëm financiarisht. Këtu është problemi i produktit. Nuk po ecën ashtu siç duhet ecur. Se ne e shesim me 76 lek, ata kërkojnë ta ulin me dhe vetë e shesim me më shumë. E shesim me 1800 lek litrin. Prandaj këtu ne jemi në kundërshtim. Dhe kërkojmë që qeveria të futet, të ndërhyjnë të bëjnë veprimet e saj që ta rregullojnë, se rregullatori është shteti dhe prandaj e bëjnë këtë punë. Unë kam 40 krelop. Mund t'i shtoj dhe mund t'i paksojnë, po mendja ime është, po nëse do vazhdoj kështu do paksohen. Të paktën të na e blini qumshtin mbi 80 lek për litër, thon ata, duke shtuar se fabrikat e shesin qumshtin e përpunuar me 120 lek për litër. Shqetësimi shtohet pasi sipas tyre çmimi pritet të ulet edhe më tej, gjë që do t'i çojë drejt falimentimit. Para ka qenë me 840. Tani po e kalon me 720, 100 lek për litër. Edhe që thonë për neve. Të përshëm unë qojnë 4 kujtal për 900 i thonë 20.000 leka. 20.000 leka është minus për mua, për familjen time. Përballoni shpenzimet me këtë çmim? Nuk i përballojmë dot. Se ne kemi qeran e tokës, kemi mjetet, do marrim naftën, do marrim lere se sa naftë japin ata për të shfrytzuar këtë partije. Nuk e marr dot tokën që ka marrë me qeran, unë nuk e marr dot qeran atita, atë naftën. Sa që duan dokumentat, gjitha kullet. Unë do paguaj prap të noteri që ta marrë atë atje. Prandaj nuk është ajo. Prandaj detyrohemi që të flasim edhe kundra, edhe mirë, po më shumë po flasim kundra. Një prej fermerëve ngre dhe akuza ndaj komisionit të AZBR-s, duke pretenduar se janë hequr 10 krerlop nga skema e subvencionimit. Në tha për 100 lek për lop, 100.000 lek për lop, erdhën në AZBR Tiranës, më mashtruan, më kanë hullu 10 koklop. AZBR Tiranës, unë i kam 37 që aplikohë, ata thanë ke 27 kokë. Duk me qenë unë i kam sistemi rrud në regull, me numër matrikull, i kam krerët në regull, ata mi hullën 10 koklop, mi hengën. Më mashtruan. Janë forti? Vajta të drejtorie bujqësisë, të agropika, u ankova, ata mbyllën numrat e telefonit, nuk përgjigjen me. Kështu që mi kanë zbritu 10 koklop. Fermerët paralajmërojnë se nëse situata nuk ndryshon, do të detyrohen të braktisin përfundimisht blektorin. Dikur me rreth 20 stalla dhe mbi 700 krerë, sot në Suk kanë mbetur vetëm 5 stalla me rreth 150 krerë lop, një rënje drastike që paralajmëron krizë të thellë për blektorin në këtë zonë.